Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse goja ju vjen erë të keqe, bëni këtë dhe largojeni për 5 minuta. A e dini që rreth 60% e popullsisë vuan nga aroma e rëndë e frymës? Ndonjëherë nuk mjafton higjiena e duhur pastër fryma vijon të vijë erë e rëndë. Në raste përballeni me momente të tilla kaq të sikletshme, pas përtypjes së çamçakëzit, e cila është zgjidhja e parë, ne ju propozojmë edhe disa të tjera. Pini një gotë me ujë. Bakteret të cilat ndodhen në gojë çlirojnë gaz. Sa më shumë aromë të keqe që të keni, aq më shumë të dehidratuar jeni. Kështu që pini ujë dhe do të ndiheni akoma dhe më të freskët. Bimët aromatike, përtypni mente, majdanoz ose borzilok për të freskuar gojën. Molla, një mollë në ditë e mban mjekun larg. Kjo gjë vlen edhe në rastin e aromës së rëndë të gojës, ku pas konsumit të saj ju do të ndiheni më të pastër. Shtrydhni pak limon. Lëngu i limonit jo vetëm që është i shëndetshëm, por njëkohësisht ai vret edhe bakteret të cilat shkaktojnë aromën e rëndë. Kështu që nëse nuk rrini dot pa ngrënë hudhër apo qep, tashmë zgjidhjen e mësuat. Keni probleme me erën e keqe të gojës dhe nuk dini se çfarë të bëni? Keni një takim dhe në fakt ndiheni në siklet nga era e keqe që lëshon goja juaj? Mos u shqetësoni më. Tani problemet tuaja do të marrin fund. Soda e bukës neutralizon acidin e keq në gojë duke larguar kështu edhe aromën e keqe. Ajo vret bakteret dhe nuk dëmton mishrat e dhëmbëve. Janë mënyrat se si ju të përdorni sodën e bukës për largimin e erës të keqe nga goja. Përzini sodë buke me pak ujë, e fusni në gojë dhe bëni gargar për plot 30 sekonda. Këtë procedurë ju mundet që ta përsërisni çdo ditë nga sa herë që të doni. Sodë buke me pastë dhëmbësh. Përzini bashk pastën dhe sodën. Merrni një furçë dhëmbësh dhe lani gojën dhe dhëmbët. Në këtë mënyrë, era e keqe e juaja do të largohet nga goja. Soda e bukës, edhe kjo është një mënyrë shumë efektive për pastrimin e gojës nga era e keqe. Ne ju sugjerojmë që ju të merrni pak sodë buke me krip, një gotë me ujë të vakët dhe i përzini bashk. Futeni në gojë dhe bëni gargar derisa ju të ndjeni se goja juaj është e freskët. Sodë buke me uthull molle. Ne ju këshillojmë të merrni pak sodë, pak uthull, i përzini bashk në një enë ose filxhan dhe futeni në gojë. E përsërisni disa herë derisa përmbajtja të ketë përfunduar. Sodë buke me mjalt. Edhe kjo është një mënyrë shumë efektive. Ne ju këshillojmë që të merrni një gotë, të hidhni mjaltin dhe sodën dhe t'i përzini bashk. Bëni vazhdimisht gargar derisa era e keqe e gojës të jetë larguar. Era e pakëndshme e gojës është një shqetësim për të gjithë në kohë pas kohe, por në vend se ju të lejoni t'ju kap paniku dhe të shmangni kontaktin me njerëzit, ne ju këshillojmë që të provoni këto receta të cilat me lehtësi mund t'ju përgatitin në shtëpi ose në punën tuaj. Majdanoz. Pas një dreke me bazë hudhre, eliminoni erën e rëndë duke ngrënë gjethe të freskët të majdanozit. Përtypeni një kohë gjethen e majdanozit përpara se ta përpini atë. Hani një lugë kafe. Është shumë efektive në largimin e erës së pakëndshme të gojës. Kafja e largon erën e keqe nga goja në qoftë se ajo hahet. Mbushni një lugë kafe të pjekur dhe mbajini për disa sekonda në gojë
para se ta përpini. Më pas mund të pini një gotë edhe me ujë. Lëvore portokalli. Era e rëndë kur je esëll largohet të lehtë duke ngrënë ndonjë ushqim, mundësisht karbohidrate. Për të rifreskuar frymëmarrjen, është mirë që të hahet her pas here pak lëkurë portokalli. Tretësirë mollage. Një metodë për të pasur gojën gjithnjë të dezinfektuar dhe frymëmarrjen tuaj më të freskët është përgatitja e këtij lëngu me përmbajtje mollage. Veproni kështu. Në një gotë ujë të vluar, fusni një lugë lule mollag. Me të ftohur, shtoni disa pika lëng limoni dhe pijeni këtë tretësirë të fituar. Shpëlarës me borzilok. Tretësira me gjethe borziloku është një metodë tjetër e shkëlqyer për të pastruar gojën dhe gjithashtu për të parfumuar frymëmarrjen. Veproni kështu. Zjeni një grusht gjethe të thata borziloku, lëreni që të ftohet dhe me lëngun e marrë shpëlani disa herë gojën. Ananas. Nëse janë shqetësimet e zorrëve, ato të cilat shkaktojnë erën e gojës, është mirë që të hahen fara kopre. Ananasi ose një gjethe borziloku e freskët, por një vakt i rënd përveç larjes së dhëmbëve, gjë që ju duhet ta bëni gjithnjë është që të provoni edhe ndonjë medikament me klorofil. Miell elbi. Nëse mishrat tuaj të dhëmbëve gjakosen, lajini dhëmbët të paktën një herë në ditë me miell elbi. Kjo recetë është më së nevojshme për të mbajtur dhëmbë të bardhë dhe njëkohësisht të ndritshëm. Gjithashtu, gargara me ujë dhe uthull mundet që të jetë pak e ashpër, por ajo largon erën e keqe të gojës dhe njëkohësisht zbardh dhëmbët. Gjethet e nenegjikut ose vaj esencial i tij i japin freski gojës dhe largojnë erën e keqe. Gargara me vaj të arrës së kokosit është gjithashtu një mënyrë e rekomandueshme për të freskuar gojën dhe për të larguar bakteret e këqija. Më mirë nga të gjithë besohet se është çaj jeshil. Ky i fundit gjithashtu dezinfekton gojën dhe nga ana tjetër i jep asaj një aromë neutrale. Megjithatë, çdo recetë e përmendur ofron një zgjidhje të përkohshme të këtij problemi. Përveç higjienës së mirë dentare, sipas studimeve, rezulton gjithashtu se turshit janë të mira kundër erës së keqe të gojës. Ato janë të pasura me baktere të mira të cilat përmirësojnë tretjen, por edhe përmirësojnë mikroflorën në gojë. Kastraveci është një kurë e mirë në trajtimin e erës së keqe të gojës. Ju mund të vendosni një fetë kastravec në qelz për të eliminuar bakteret e këqija. Kastraveci gjithashtu ul temperaturën në stomak, që është një shkaktar tjetër i erës së keqe të gojës. Gargara me ujë dhe uthull molle është pak e ashpër, por siç e përmendëm, largon erën e keqe të gojës. Sheqeri dhe dritrat konsiderohen si fertilizues të baktereve të cilat shkaktojnë erën e keqe të gojës. Këto produkte i bëjnë bakteret që të dalin jashtë kontrollit. Nëse ju vuani nga ky problem, duhet që të konsultoheni me patjetër me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative.
Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.